Deklarata e vulin se Aleksandar Vučić do të udhtojë me 9 maj drejt Moskës, madje do të marrë me vete edhe komponent ushtarak për t'i përfshirë në paradën e madhe që pritet të mbahet në Moskë. Është një sfidë që po i bëhet Europës dhe ndoshta një farë joshje për shkak të deklaratave të Trump që po kërkon të komunikojë dhe të vendosë marrëdhëniet me Rusinë? Po nuk është ndonjë befasi marrja pjesë e krejut politik dhe ushtarak serb në eventet e tilla në Federatën Ruse në Moskë, edhe të kaluamën ka ndodhur. Kjo madje edhe presidenti i Republikës Srpske Dodik ka qenë prezent në këto manifestime. Dihet tashmë më shumë se 3 dekada që Republika e Serbisë luan një rol i cili ka për qëllim për të shantazhuar Perëndimin se ka edhe një zgjidhje të cilën mund ta marrë në konsiderat. Ajo është një aleancë ngushtë me Federatën Ruse, madje ka zëra mbrana politikës serbe dhe qarqeve akademike serbe që jetojnë duhet ketë një konfederat mes Serbisë dhe Federatës Ruse. Që gjitha këto janë në kuadër të politikave tashmë të njohura. Presidenti Vučić, i cili është një autokrat i mirëfillt, mënyrën e ushtrimit të pushtetit dhe mënyrën e bërjes së politikës e ka identike me paraardhësen e tij apo mësuesin e tij shpirtëror dhe politik që ka qenë Slobodan Milošević. Është një politik tashmë e njohur dhe me gjitha rrethonat të cilat janë kriju në Serbi, besoj që do ta ketë po ashtu edhe fatin e vetë diktatorit Milošević, ku do të rrezohet nga vetë populli serb. Por në rast se do të arritë mbjetoj kësaj stuhie e cila është kriju në Serbi, unë mendoj që shumë shpejt do ta marrë një përgjigje të qartë pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nuk mund të ketë një politikë afruese me Federatën Ruse në kuptimin e asaj që të destabilizojë rajonin. Se i vetmi qëllim i afrimit të Serbisë me Federatën Ruse historikisht ka qenë për të arritur ambicet e tyre shoviniste në rajonin tonë. Shkojmë pak në Arabinë Saudite, ku pritet të nisin bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës sa i përket mënyrave se si do të arrihet në një marrëveshje paqeje me Rusinë. Si pret të shkojnë këto takime, duke pasur parasysh çfarë ndodhin në Washington, por edhe deklaratat apo masat që pasuan atë takim, pra që nga ndalimi i furnizimit me armë, ndalimi ndarjes informacionit të inteligjencës e të tjera çështje të tilla. Do të jetë më e tërhequr Ukraina në kërkesat e saj, apo edhe Shtetet e Bashkuara do të shohin një mënyrë tjetër të qasjes ndaj Ukrainës tashmë? Tashmë sipas gjitha gjasave, palët janë dakordue për arritjen e marrëveshjes dhe këtë pak minuta para se të kyç me juve në këtë emision të drejt për drejt, po lexoja se presidenti Trump ka hequr masën për ndarjen e informacioneve të inteligjencës për Ukrainën dhe po shqyrton mundësinë edhe të rikthimit të ndihmës ushtarake. Mirë po, kërkesat e zotit Trump kanë qenë të qarta se Ukraina duhet të jetë e gatshme fillimisht për nënshkrimin e marrëveshjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas versionit që kanë propozuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mineralet e rralla, dhe duhet të ndrojnë diskursin e tyre nga ai luftës në drejtim të diskursit për arritjen e paqes. Tashmë dihet që edhe sekretari i shtetit edhe këshilltari për siguri kombëtare do të jenë ose kanë fluturuar drejt Riyadit një ditë më herët, po ashtu edhe presidenti Zelenski dhe pritet do të thotë që të ketë një rivendosje të raporteve siç ishte më parë, ku mendoj që për gabime në hapat të Zelenskit është bë edhe skandali i cili nuk ka qenë i parë ndonjëherë në shtëpinë e bardhë. Mendoj që do të ketë një presion tash e tutje pas arritjes së kësaj marrëveshje në drejtim të Kremlinit zyrtar.
do të jetë në fokus vetëm marrëveshja për mineralet, apo mendon se do të hidhen pak edhe piketat e asaj, se çfarë kërkon apo si mendon Ukraina se mund të ketë një marrëveshje paqe? Vetë Trump gjatë ditës së djeshme në Air Force One tha se ende nuk kemi parë një vullnet të madh nga ana e Zelenskit për t'i dhënë fund luftës.